kuptova. Hokage e parë Hashirama. Ai është ndryshe nga ta. Ai mund ta prish bllokimin tim kur të dojë ai. Ai mund të shëronte pas një shenjë qepje në trup. Ai ishte një rang tjetër në çdo teknik. Të gjithë e quanin atë ninjën më të fuqishëm. Unë bëra një luftë të vërtetë deri në vdekje me të. Mendoj se kisha shumë të drejtë. Kjo çakra që ndjej është Hashiramës. Një zot në kërkim të stabilitetit nda mes dritës dhe errësirës. Hashirama, po dy polet kundërta janë ato që kanë krijuar të gjithë gjërat e universit që kemi për qërën. A do të shkatrosh gjithçka? Kjo përballje mes ne të dyve nuk do të sjellë as edhe një gjë të mirë, të siguroj për këtë. Kjo përballje do të godas vetëm fshatin dhe ninjat e vendit tonë. Kjo është një fyrje e madhe. Por çdo që guxon që të kërcënojë sigurinë e fshatit tonë,